Në 28 të prillit të vitit 1941, në orën 5 pasdite, një burr me kostum të zi pret në korridor. Ai nuk është vizitor i zakonshëm. Ai është kryeministri i Shqipërisë. Por këtu, në këtë sallë pritjeje me mure mermeri, ai nuk ka asnjë pushtet. Ai pret të takohet me Francesco Jacomoni, mëkëmbësin e mbretit të Italisë, për t'i kërkuar diçka që çdo shtet sovran e konsideron të drejtë themelore, para për të paguar rrogat e nëpunësve të vet. Mustafa Kruja, intelektuali që ëndërronte për Shqipërinë e Madhe, është ulur në rolin e lypsit. Ai nuk ka çelsat e thesarit të vendit që drejton. Ai nuk ka firmë mbi bankën kombëtare. Ai nuk vendos për asnjë qindark. Çdo shpenzim, nga blerja e dritit për fshatrat që vdesin urije deri te rrogat e mësuesve në Kosovë, duhet të kalojë nëpër duart e një të huaji. Kush e ktheu kryeministrin e një shteti në një nëpunës që lypet për miratim? Kush mbante vërtet çelësat e Shqipërisë? Dhe pse asnjë shqiptar nuk e dinte se qeveria e tyre nuk kishte asnjë lek në dorë? Për ta kuptuar këtë poshtërim, duhet të kthehemi 2 vjet më parë, në ditën kur Shqipëria humbi diçka më të rëndësishme se territorin. Ajo humbi të drejtën për të kontrolluar paratë e veta. Në 20 të prillit të vitit 1939, pak ditë pas zbarkimit të trupave fashiste në Durrës, në Rom nënshkruhet një dokument që shumica e shqiptarëve nuk e lexuan kurrë. Emri i tij zyrtar ishte Konventa Ekonomike dhe Doganore mes Mbretërisë së Italisë dhe Mbretërisë së Shqipërisë. Por në thelb, ai ishte vdekja e sovranitetit financiar. Me atë firmë, Shqipëria dorëzoi 2 shtyllat që mbanin çdo shtet në këmbë, bankën kombëtare dhe doganat. Çfarë do të thoshte kjo në praktikë? Do të thoshte se qeveria shqiptare nuk mund të mbledhte më taksa doganore, të cilat historikisht përbënin mbi 60% të buxhetit të shtetit. Çdo mall që hynte në portet e Durrësit apo Vlorës, çdo taks që paguante një tregtar, shkonte direkt në arkën italiane. Shqipëria u kthye në një territori pa të ardhura. Por një shtet pa të ardhura nuk mund të ekzistojë. Kush do t'i paguante rrogat e nëpunësve? Kush do të blinte ushqim për ushtrinë? Kush do të ndërtonte rrugët dhe shkollat? Përgjigjja erdhi nga Roma në formën e një subvencioni vjetor. Italia do t'i jepte Shqipërisë një shumë parash çdo vit për të mbuluar deficitin që vetë Italia e kishte krijuar duke vjedhur doganat. Por kjo ndihmë nuk ishte bamirësi. Ajo ishte zinxhir. Sepse çdo qindark e atij subvencioni kalonte nëpër duart e një njeriu, Francesco Jacomoni, mëkëmbësi i mbretit. Ai vendoste se kush do të paguhet dhe kush jo. Ai vendoste se cilat projekte do të financoheshin dhe cilat do të mbeteshin në sirtar. Ai ishte thesari i Shqipërisë. Dhe kryeministri shqiptar ishte vetëm një kërkues. Por humbja e doganave ishte vetëm fillimi. Në të njëjtën kohë, Italia vendosi një tjetër kurth financiar që do të thithte edhe ato pak para që kishin mbetur në xhepat e shqiptarëve, zhvlerësimin e lekut. Me urdhër nga Roma, leku shqiptar u lidh me lirën italiane me një kurs të detyruar, një lek barazoi me 6.25 lireta. Në shikim të parë, kjo dukej si një marrëveshje teknike, një detaj monetar që nuk kishte rëndësi për jetën e përditshme. Por pasojat ishin shkatërruese. Sepse me atë kurs artificial, çdo ushtar italian, çdo zyrtar fashist që vinte në Shqipëri, mund të blinte çdo gjë me çmime qesharake. Një pjatë mish që për një shqiptar kushtonte një ditë pune, për një italian kushtonte sa një kafe në Rom. Tregtarët italian filluan të blejnë drith, vaj ulliri, bagëti, dru dhe t'i dërgonin në Itali për t'i shitur me fitim të madh. Ndërkohë, tregjet shqiptare u zbrazën. Çmimet filluan të rriten me shpejtësi marramendëse. 1 kilogram bukë që në vitin 1938 kushtonte 5 lekë, në vitin 1941 kushtonte 20 lekë. Rrogat e shqiptarëve mbetën të njëjta, por fuqia blerëse u shkatërrua. Familjet që jetonin me dinjitet filluan të hanë një herë në ditë. Fëmijët filluan të vdesin nga uria. Dhe qeveria shqiptare nuk kishte asnjë mjet për të ndaluar këtë gjakderdhje ekonomike. Sepse ajo nuk kontrollonte monedhën. Ajo nuk kontrollonte bankën kombëtare. Ajo nuk kontrollonte asgjë. Në qendër të Tiranës, në një ndërtesë madhështore me kolona mermeri, qëndronte Banka Kombëtare e Shqipërisë. Emri i saj sugjeronte sovranitet, kontroll, pavarësi. Por realiteti ishte krejtësisht i kundërt. Ajo ishte një kështjell e huaj në zemër të kryeqytetit.
Hyrja e saj ruhej nga karabinierët italian, të armatosur me pushkë dhe me urdhër të qartë, asnjë shqiptar nuk hynte pa leje. Brenda, drejtori i bankës nuk merrte urdhra nga Ministria e Financave në Tiranë, por nga Banka e Italisë në Rom. Çdo vendim për huadhënie, çdo lëvizje e mëdha parash, çdo politikë monetare vendosej në zyrat e Romës. Kryeministri shqiptar nuk kishte asnjë autoritet mbi atë ndërtesë. Ai mund të kalonte përpara saj çdo ditë, por nuk mund të hynte brenda pa u ftuar. Imagjinoni këtë skenë, një kryeministër që ecën nëpër rrugët e kryeqytetit të vet, shikon ndërtesën e bankës kombëtare dhe e di se ajo nuk i përket. Ai e di se brenda asaj ndërtese ruhen paratë e popullit të tij, por ai nuk mund t'i prejë. Ai e di se çdo vendim financiar merret nga të tjerët. Ai është një hije pushteti, një figurë dekorative, një mbulesë për kolonizimin. Kjo ishte Shqipëria e vitit 1941. Një shtet me flamur, me himn, me qeveri, por pa asnjë kontroll mbi paratë e veta. Dhe kur Mustafa Kruja u bë kryeministër në dhjetor të atij viti, ai trashëgoi këtë realitet të tmerrshëm. Ai trashëgoi një post pa pushtet. Ai trashëgoi një titull pa përmbajtje. Ai u bë shefi i një shteti që nuk kishte asnjë lek në ark. Por Mustafa Kruja nuk ishte një njeri i zakonshëm. Ai ishte intelektual, shkrimtar, nacionalist i vjetër që kishte luftuar kundër zogut për vite me radhë. Ai besonte se Shqipëria kishte të drejtë për të qenë e madhe, për të përfshirë Kosovën dhe viset shqiptare të Maqedonisë. Dhe kur Italia i dha Shqipërisë këto territore në vitin 1941, Kruja e pa këtë si një mundësi historike. Ai mendoi se mund të përdorte aleancën me Italinë për të ndërtuar shtetin që shqiptarët e ëndërronin prej shekujsh. Ai pranoi postin e kryeministrit me një kusht, të ketë më shumë autonomi për të administruar Shqipërinë etnike. Italianët u përgjigjen me buzëqeshje dhe premtime. Por kur Kruja u ul në zyrën e tij të re dhe kërkoi të shohë buxhetin, ai zbuloi të vërtetën e tmerrshme. Nuk kishte buxhet. Kishte vetëm një listë shpenzimesh dhe një shënim në fund, subvencion nga MKMBS-ia. Çdo rrogë, çdo blerje, çdo projekt duhej të miratohej nga Francesco Jacomoni. Kruja kuptoi menjëherë se ai nuk ishte kryeministër. Ai ishte një administrator i dytë, një nënshkrues i urdhrave të tjerëve, një mask për pushtetin e vërtetë që qëndronte në zyrën e MKMBS-it. Dhe shumë shpejt, ai do të përjetonte poshtërimin e parë. Në pranverë të vitit 1942, Shqipëria u godit nga një krizë e rëndë ushqimore. Dimri kishte qenë i ashpër, të korrat kishin dështuar dhe tregjet ishin zbrazur nga spekulatorët italianë që kishin blerë çdo gjë për ta shitur jashtë vendit. Në veri, fshatrat po vdisnin urije. Njerëzit hanin bar, hanin lëvore peme, hanin çdo gjë që mund të gëlltitej. Fëmijët binin të fikët në rrugë. Pleqt mbylleshin në shtëpi për të vdekur në heshtje. Lajmet arrinin në Tiranë çdo ditë dhe Mustafa Kruja e dinte se duhej të vepronte shpejt. Ai thiri ministrin e financave dhe i tha, na duhen para për të blerë dritë. Menjëherë, ministri e shikoi me një shprehje të lodhur dhe i tha, kryeministër, ne nuk kemi para. Thesari është bosh. Duhet të kërkojmë nga MKMBS-ia. Kruja ndjeu një val inati që i ngjiti në fy. Ai ishte kryeministri i Shqipërisë dhe duhej të kërkonte leje për të shpëtuar popullin e vet nga uria. Por nuk kishte zgjedhje. Ai shkroi një letër zyrtare drejtuar Jakomonit, duke shpjeguar situatën dhe duke kërkuar një fond emergjent për blerjen e disa qindra kuintalve misër. Pastaj preu. Ditë pas dite. Javë pas jave. Ndërkohë, njerëzit vdisnin. Dhe Kruja nuk mund të bënte asgjë. Kur më në fund erdhi thirrja nga zyra e MKMBS-it, Kruja shkoi me shpresë. Ai mendoi se Jakomoni do ta kuptonte urgjencën, do ta miratonte fondin, do ta linte të vepronte. Por kur hyri në zyrë, Jakomoni e priti me një buzëqeshje të ftohtë dhe i tha, kryeministër, ne kemi shqyrtuar kërkesën tuaj. Por duhet të kuptoni se Italia ka shpenzime të mëdha për mbrojtjen e Shqipërisë. Ushtria jon lufton në Greqi. Ne nuk mund të japim para pa fund. Kruja u përpoq të mbaj qetësinë dhe i tha, Ekscelencë, njerëzit po vdesin. Nuk po kërkoj para për luks. Po kërkoj bukë për popullin. Jakomoni u përkul mbi tavolinë dhe i tha, atëherë gjeni një mënyrë për të ulur shpenzimet e tjera. Shkurtoni rrogat e në punësve. Mbyllni disa shkolla. Bëni ekonomi.
Kruja e shikoi me mosbesim. Si mund të shkurtonte rrogat që tashmë ishin aq të ulta sa njerëzit nuk mund të jetonin? Si mund të mbyllte shkollat kur arsimi ishte e vetmja shpresë për të ardhmen? Por Jacomoni nuk priste përgjigje. Ai tashmë kishte kthyer kokën nga letrat e tjera mbi tavolinë. Takimi kishte mbaruar. Kruja doli nga zyra me duar bosh. Ai kthehej në kryeministri me një titull të madh dhe një fuqi zero. Ai ishte lypsi me kostum. Por kjo nuk ishte e vetmja poshtërim. Sepse Mustafa Kruja kishte një ëndër që e mbante në këmbë, Shqipëria e Madhe. Kur Italia i kishte dhënë Shqipërisë Kosovën dhe pjesë të Maqedonisë, Kruja e kishte parë këtë si shpërblimin për të gjitha sakrificën. Ai kishte dërguar qindra mësues në Kosovë për të hapur shkolla shqipe. Ai kishte emëruar administrator, gjyqtar, xhandar. Ai kishte punuar ditë e natë për të ndërtuar një administratë që do t'i shërbente popullit shqiptar atje. Por kur erdhi fundi i muajit, ai zbuloi një problem të ri, nuk kishte para për t'i paguar ata njerëz. Mësuesit që kishin lënë familjet e tyre në Tiranë dhe kishin shkuar në Kosovë për të mësuar fëmijët shqiptar, mbetën pa rroga. Xhandarët që ruanin rendin, mbetën pa rroga. Në punësit që administronin qytetet, mbetën pa rroga. Kruja shkroi letër pas letre drejtuar Jacomonit duke kërkuar fonde shtesë për Kosovën. Por përgjigja ishte gjithmonë e njëjtë, nuk ka para. Gjeni zgjidhje të tjera. Si mund të gjente zgjidhje kur ai nuk kontrollonte asnjë burim të ardhurash? Si mund të ndërtonte një shtet kur nuk kishte as lek për të paguar ata që punonin për të? Ëndëra e Shqipërisë së Madhe po kthehej në një makth. Sepse çdo ditë që kalonte pa paga, besimi i njerëzve në qeverinë e Tiranës do bësoi. Mësuesit filluan të largoheshin. Xhandarët filluan të braktisnin vendet e tyre. Administrata filloi të shpërbëhej. Dhe Kruja e dinte se faji do t'i jepej atij, jo Jacomonin. Sepse njerëzit nuk e dinin se kryeministri i tyre nuk kishte asnjë pushtet mbi paratë. Ndërkohë, në Tiranë, një sken tjetër po zhvillohej që tregonte qartë se kush kishte vërtet paratë. Oficerët italian jetonin në luks. Ata zinin vilat më të mira, hanin në restorantet më të shtrenjta, vishnin uniforma të prera me kujdes. Ata pinin verë të importuar nga Italia, hanin mish çdo ditë dhe kalonin mbrëmjet në klube ku muzika luante deri në mëngjes. Ndërkohë, në punësit shqiptar jetonin me rrogat që vinin me vonesë, hanin bukë të thatë dhe përpiqeshin të mbijetonin me dinjitet. Por kontradikta më e madhe nuk ishte në stilin e jetesës. Ishte në burimin e parave. Sepse ndërkohë që qeveria shqiptare nuk kishte fonde për të blerë dritë për popullin që vdiste urije, ushtria italiane kishte magazina plot me ushqime. Dhe ato ushqime nuk shpërndaheshin falas. Ato shiteshin në tregun e zi. Ushtar italian, në bashkëpunim me tregtar lokal të korruptuar, shitnin mish, miell, sheqer, vaj, me çmime marramendëse. 1 kilogram miell që ushtria e kishte blerë me 2 lekë, shitej në tregun e zi me 20 lekë. Fitimi shkonte në xhepat e ushtarëve dhe tregtarëve. Ndërkohë, shqiptarët që nuk kishin para për të blerë në tregun e zi, vdisnin urije. Kjo ishte ekonomia e pushtimit. Italia merrte doganat, kontrollonte bankën, zhvlerësonte monedhën dhe pastaj shifte ushqimet e vjedhura mbrapsht popullit që i kishte vjedhur. Dhe qeveria shqiptare nuk mund të bënte asgjë. Sepse ajo nuk kishte as pushtet, as para, as autoritet. Mustafa Kruja e shite të gjithë këtë çdo ditë. Ai shite oficerët italian që kalonin me makina të shkelqyra nëpër rrugët e Tiranës. Ai shite në punësit e vet që ecnin me këmbë sepse nuk kishin para për biletën e autobusit. Ai shite fëmijët që lypseshin në rrugë ndërkohë që ushtarët italian hanin në restorantet e shtrenjta. Ai e shite poshtërimin e popullit të vet çdo ditë. Dhe ai e dinte se ai ishte pjesë e atij sistemi. Ai ishte fytyra e qeverisë që nuk qeveriste. Ai ishte zëri i shtetit që nuk kishte pushtet. Ai ishte kryeministri që nuk kishte asnjë lek në dorë. Dhe çdo natë, kur mbyllte syt, ai pyeste veten, pse e pranoi këtë postë? Pse besoi se mund të ndryshonte diçka? Pse mendoi se Italia do t'i jepte Shqipërisë vërtet pavarësi? Ai e dinte përgjigjen. Ai e kishte pranuar sepse shpresonte se mund të shpëtonte diçka. Ai shpresonte se mund të mbante hapur shkollat shqipe në Kosovë. Ai shpresonte se mund të ruante dinjitetin e popullit të vet, edhe nëse nuk mund të ruante sovranitetin.
por çdo ditë që kalonte, ai e kuptonte se edhe ajo shpresë po shuhet. Sepse një shtet pa para nuk mund të mbajë as shkolla, as dinitet, as shpresë. Dhe Shqipëria nuk kishte para. Ajo kishte vetëm një kryeministër që lypte. Në gusht të vitit 1942, tensioni mes krujës dhe autoriteteve italiane arriti në kulm. Ushtria italiane po kryente operacione ushtarake në zonat malore të Shqipërisë për të shtypur rezistencën që po rritej. Gjatë këtyre operacioneve, fshatrat shqiptare digjeshin, shtëpitë shkatëroheshin, bagëtit vriteshin. Fshatarët që humbnin gjithçka vinin në Tiranë dhe kërkonin dëmshpërblim nga qeveria. Kruja e dinte se kishte një përgjegjësi morale për t'i ndihmuar ata njerëz. Ai shkroi një memorandum drejtuar generalit Renzo Dalmazzo, komandantit të ushtrisë italiane në Shqipëri, duke kërkuar që ushtria të paguante dëmshpërblime për dëmet e shkaktuara. Përgjigjja e Dalmazzos ishte e ashpër dhe e qartë: ushtria italiane nuk paguan dëmshpërblime për operacione ushtarake. Nëse qeveria shqiptare dëshiron të ndihmojë fshatarët, ajo mund të gjejë fonde nga buxheti i vet. Kruja lexoi atë përgjigje me një ndjenjë inati të thellë. Ushtria italiane shkaktonte shkatërimin. Qeveria shqiptare nuk kishte asnjë lek për të riparuar atë shkatërim. Dhe kur kruja shkoi te Jacomoni për të kërkuar fonde emergjente për dëmshpërblime, Jacomoni e refuzoi. Ai i tha: "Kryeministër, ne nuk mund të financojmë pasojat e luftës. Ju duhet të gjeni mënyra për të menaxhuar buxhetin tuaj më mirë." Kruja doli nga ajo takim me një ndjenjë humbje totale. Ai ishte kryeministri i një shteti që nuk kishte as të drejtën për të mbrojtur popullin e vet nga shkatërimi që shkaktohej nga pushtuesit. Ai ishte një figurë pa fuqi, një titull pa kuptim, një njeri i burgosur në një rol që e poshtëronte çdo ditë. Por edhe në atë poshtërim, kruja vazhdoi të luftonte. Ai shkroi letra të panumërta drejtuar Romës, duke kërkuar rritje të subvencionit vjetor. Ai argumentoi se Shqipëria e madhe kishte nevojë për më shumë fonde për të funksionuar. Ai paraqiti lista të detajuara shpenzimesh, duke treguar se ku shkonte çdo lek. Ai u përpoq të bindë italianët se pa një rritje të fondeve, administrata do të kolapsonte. Por Roma nuk dëgjonte. Ose më mirë, Roma dëgjonte, por nuk i interesonte. Sepse për Italinë, Shqipëria nuk ishte një aleat që duhej të mbështetej. Ajo ishte një koloni që duhej të shfrytëzohej. Dhe një koloni nuk ka nevojë për një buxhet të madh. Ajo ka nevojë vetëm për aq sa të mbajë rendin dhe të lejojë shfrytëzimin e burimeve. Kjo ishte logjika e Romës. Dhe Mustafa Kruja, pavarësisht të gjithë përpjekjeve të tij, nuk mund ta ndryshonte atë logjikë. Ai ishte një njeri i vetëm kundër një makine pushtimi që kishte vendosur rregullat e lojës. Ai mund të protestonte, të shkruante letra, të kërkonte takime. Por në fund të ditës, ai nuk kishte asnjë levë pushteti. Ai nuk kishte asnjë lek që të mos kalonte nëpër duart e Jacomonit. Ai ishte një kukull që lëvizte vetëm kur italianët tërhiqnin fill. Dhe njerëzit po e kuptonin këtë. Në rrugët e Tiranës, në tregjet e Shkodrës, në fshatrat e Korçës, njerëzit po fillonin të flasin. Ata po pyesnin: pse qeveria nuk bën asgjë? Pse nuk ka bukë? Pse nuk ka rrogë? Pse shkollat mbyllen? Pse mësuesit largohen? Dhe përgjigjja që qarkullonte ishte gjithmonë e njëjtë, sepse qeveria nuk ka para. Por askush nuk pyeste pyetjen e vërtetë: pse qeveria nuk ka para? Kush i mori ato para? Kush vendos se ku shkojnë ato para? Këto pyetje nuk bëheshin, sepse shumica e njerëzve nuk e dinin se si funksiononte sistemi. Ata nuk e dinin se doganat ishin marrë nga Italia. Ata nuk e dinin se banka kombëtare kontrollohej nga Roma. Ata nuk e dinin se çdo lek që shpenzohej nga qeveria shqiptare vinte si lëmosh nga MKMBS-ia. Ata shihnin vetëm rezultatin: një qeveri të paaftë, një kryeministër që nuk bënte asgjë, një shtet që po shpërbëhej. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që Italia donte. Sepse sa më shumë që shqiptarët të besonin se faji ishte i qeverisë së tyre, aq më pak do të ktheheshin kundër pushtuesve. Kjo ishte strategjia e kolonizimit, le të duket sikur shqiptarët qeverisin veten, ndërkohë që në realitet çdo vendim merret nga të tjerët. Le të duket sikur Shqipëria ka pavarësi, ndërkohë që në realitet ajo është një provincë e Italisë. Le të duket sikur kryeministri ka pushtet, ndërkohë që në realitet ai është vetëm një lypës me kostum.
Në nëntor të vitit 1942, Mustafa Kruja arriti në pikën e thyrjes. Buxheti i qeverisë ishte shtëruar plotësisht. Nuk kishte para për rrogat e muajit. Nuk kishte para për blerjen e ushqimeve. Nuk kishte para për asgjë. Kruja thiri një mbledhje emergjente të kabinetit dhe u tha ministrave, ne nuk mund të vazhdojmë kështu. Nëse Roma nuk na jep fonde shtesë, administrata do të ndalojë së funksionuari. Ministrat e shikuan me heshtje. Ata e dinin se ai kishte të drejtë. Por ata e dinin gjithashtu se nuk kishte zgjidhje. Kruja shkroi një letër të fundit drejtuar Romës, një letër që ishte më shumë se një kërkesë për fonde. Ishte një thirrje për ndihmë, një lutje për të shpëtuar atë që kishte mbetur nga dinjiteti i shtetit shqiptar. Ai shkroi, pa një injeksion të menjëhershëm financiar, qeveria e Shqipërisë nuk mund të vazhdojë të funksionojë. Unë nuk mund të drejtoj një shtet që nuk ka asnjë lek në ark. Unë nuk mund të shoh popullin tim duke vdekur urie ndërkohë që unë mbaj një titull bosh. Nëse Italia dëshiron që Shqipëria të mbetet një aleat, atëherë ajo duhet të trajtojë Shqipërinë si një aleat, jo si një koloni. Ai e dërgoi atë letër dhe priti. Por përgjigjja nuk erdhi kurrë. Roma heshti. Dhe në atë heshtje, Mustafa Kruja kuptoi se betejë e tij kishte mbaruar. Ai nuk mund të luftonte më. Ai nuk mund të vazhdonte të luante rolin e kukullës. Ai nuk mund të shikonte më poshtërimin e popullit të vet dhe të bënte sikur kishte pushtet. Në 19 të janarit të vitit 1943, Mustafa Kruja dha dorëheqjen nga posti i kryeministrit. Arsyet zyrtare që u dhan ishin të shumta: rritja e rezistencës partizane, presioni nga Italia, shëndeti i dobët. Por arsyeja e vërtet ishte më e thjeshtë dhe më e dhimbshme: ai nuk kishte më asnjë iluzion se mund të qeveriste. Ai kishte kuptuar se titulli i kryeministrit pa kontrollin mbi paratë ishte vetëm një maskë për kolonizimin. Dhe ai nuk donte të mbante më atë maskë. Kur Kruja doli nga zyra e tij për herë të fundit, ai nuk ndjeu lehtësim. Ai ndjeu dështim. Ai kishte hyrë në atë zyrë me shpresën se mund të ndërtonte Shqipërinë e madhe. Ai doli nga ajo zyrë duke ditur se ai kishte qenë vetëm një vegël në duart e të tjerëve. Ai kishte dashur të besonte se Italia do t'i jepte Shqipërisë një shans. Por Italia i kishte dhënë Shqipërisë vetëm një iluzion. Iluzionin e pavarësisë. Iluzionin e sovranitetit. Iluzionin e pushtetit. Dhe ai iluzion kishte kushtuar shumë. Kishte kushtuar jetën e mira shqiptarëve që vdiqën urie. Kishte kushtuar dinjitetin e një populli që u detyrua të lypte në tokën e vet. Kishte kushtuar shpresën e një brezi që besoi se Shqipëria mund të ishte e lirë. Por mbi të gjitha, ai iluzion kishte kushtuar të vërtetën. Sepse edhe sot, shumë vite pas atyre ngjarjeve, shumë njerëz nuk e dinë se çfarë ndodhi vërtet. Ata nuk e dinë se qeveria shqiptare nuk kishte asnjë lek në dorë. Ata nuk e dinë se banka kombëtare kontrollohej nga Italia. Ata nuk e dinë se çdo vendim financiar merrte nga MKMBS. Ata nuk e dinë se kryeministri ishte vetëm një lypës me kostum. Dhe kjo është arsyeja pse kjo histori duhet të tregohet. Sepse e vërteta nuk vdes kurrë. Ajo vetëm pritet të zbulohet. Në mes të natës së 28 shkurtit 1942, një grua e veshur me të zeza troket në derën e një shtëpie në periferi të Tiranës. Ajo mban në duar një zarf të bardhë, të vulosur me dyllin e kuq të MKMBS-së. Brenda asaj shtëpie jeton ish ministri i financave, njeriu që dinte çdo sekret të thesarit shqiptar. Ai e hap derën, e shikon gruan dhe fytyra i zbardhet. Sepse ai e njeh atë grua. Ajo është sekretarja personale e Francesco Iacomoni. Dhe kur Iacomoni dërgon një mesazh në mes të natës, nuk janë kurrë lajme të mira. Gruaja ja jep zarfin pa folur dhe largohet në errësirë. Ish ministri e hap zarfin me duar që dridhen. Brenda ka vetëm një letër, shkruar me shkronja të mëdha: nesër në orën 8 paradite. Mos flisni me askënd. Ai e di se çfarë do të thotë kjo. Iacomoni dëshiron të flasë për diçka që nuk duhet të dëgjoj askush tjetër. Diçka që lidhet me paratë. Diçka që, nëse del në dritë, do të shkatërrojë çdo iluzion që shqiptarët kanë mbetur për qeverinë e tyre. Por çfarë mund të jetë aq e rëndësishme sa Iacomoni të therras një ish ministër në mes të natës? Çfarë sekreti mund të jetë aq i rrezikshëm sa duhet të mbahet larg veshëve të gjithëve?
Dhe më e rëndësishmja, a do të guxoj ky njeri të flas, apo do të mbaj heshtjen si të gjithë të tjerët? Për ta kuptuar këtë takim sekret, duhet të kthehemi disa muaj më parë, në një skenë që pak njerëz e pan, por që shpjegon gjithçka. Ishte maji i vitit 1941, vetëm disa javë pas emërimit të Mustafa Krujës si kryeministër. Kruja kishte thirrur një mbledhje të ngushtë me 3 njerëzit që ai besonte më shumë: ministrin e financave, ministrin e brendshëm dhe këshilltarin e tij personal, atë Paulin Margjokajn. Ata u mblodhen në një dhomë të vogël në katin e dytë të kryeministrisë, larg veshëve të spionëve italian që ishin kudo. Kruja i shikoi me një shprehje të rënduar dhe u tha: "Unë ju kam thirrur këtu sepse duhet të dini të vërtetën. Unë kam pranuar këtë postë duke menduar se do të kem pushtet për të ndërtuar Shqipërinë e madhe. Por pas 2 javësh në detyrë, kam zbuluar se unë nuk kam asnjë pushtet. Çdo lek që shpenzohet duhet të miratohet nga Jakomoni. Çdo vendim financiar merret në Rom. Ne nuk jemi qeveri. Ne jemi thjesht ekzekutor të urdhrave të tjerëve." Dhoma u mbush me heshtje të rëndë. Ministri i financave, një njeri i moshuar me mjekër të bardhë, foli i pari: "Kryeministër, unë e di këtë prej kohësh. Por çfarë mund të bëjmë? Nëse flasim publikisht, italianët do të na largojnë. Nëse heshtim, do të vazhdojmë të jetojmë në këtë gënjeshtër. Nuk ka zgjidhje të mirë." Atë Paulini, një prift me sy të mprehtë dhe zë të qetë, shtoi: "Problemi nuk është vetëm se nuk kemi para. Problemi është se populli nuk e di se nuk kemi para. Ai mendon se ne jemi të korruptuar, se po vjedhim, se po jetojmë në luks ndërkohë që ai vuan. Por e vërteta është se ne jemi po aq viktima sa ai. Ne jemi fytyra e një pushteti që nuk ekziston." Kruja e dinte se atë Paulini kishte të drejtë. Por ai e dinte gjithashtu se nëse e vërteta dilte në dritë, pasojat do të ishin katastrofike. Sepse nëse shqiptarët mësonin se qeveria e tyre nuk kishte asnjë kontroll mbi paratë, ata do të humbisnin çdo besim në shtetin. Dhe një shtet pa besim është një shtet i vdekur. Por kishte diçka më të keqe se mungesa e parave. Kishte diçka që asnjë prej tyre nuk e kishte thënë me zë të lartë, por që të gjithë e dinin: Italia nuk po i jepte Shqipërisë as ato pak para që premtonte. Subvencioni vjetor që supozoi të mbulonte deficitin e buxhetit nuk po vinte kurrë i plot. Çdo muaj, Ministria e Financave priste një shumë të caktuar nga MKMBS-ia. Por çdo muaj, ajo që vinte ishte më pak se sa ishte premtuar. Dhe kur Ministri i Financave shkonte te Jakomoni për të pyetur pse, përgjigjja ishte gjithmonë e njëjtë: ka pasur vonesa teknike. Paratë do të vinë javën tjetër. Por java tjetër kalonin dhe paratë nuk vinin. Dhe kështu, muaj pas muaji, qeveria shqiptare mbetej me një boshllëk në buxhet që rritej vazhdimisht. Ajo që filloi si një vonesë e vogël, u kthye në një krizë kronike. Dhe askush nuk po e pyeste pyetjen e vërtetë: ku po shkojnë ato para që Italia premton por nuk i jep? Apo i mban Italia për vete? Apo i përdor për të financuar luftën në Greqi? Apo i përdor për të paguar ushtarët italian që pushtojnë Shqipërinë? Apo thjesht nuk ekzistojnë fare, dhe e gjithë kjo ndihmë është vetëm një gënjeshtër e madhe për të mbajtur shqiptarët të qetë? Në atë mbledhje sekrete në maj të 1941, Ministri i Financave nxori një dosje të trash nga çanta e tij. Ai e vuri mbi tavolinë dhe tha: "Kryeministër, unë kam mbajtur një regjistër të plotë të gjitha premtimeve që Italia na ka bërë dhe të gjitha pagesave që ka bërë vërtet. Diferenca është shokuese." Ai hapi dosjen dhe filloi të lexojë shifra. Në janar të 1941, Italia kishte premtuar 1.500.000 lekë. Kishte paguar vetëm 1 milion. Në shkurt, kishte premtuar 1.600.000. Kishte paguar 900.000. Në mars, kishte premtuar 2 milion. Kishte paguar 1.200.000. Dhe kështu me radhë, muaj pas muaji. Në total, për 3 muajt e parë të vitit, Italia kishte premtuar 5.100.000 lekë, por kishte paguar vetëm 3.100.000. Diferenca ishte 2 milion lekë. Një shumë e madhe. Një shumë që mund të kishte ushqyer mira familje. Një shumë që mund të kishte paguar rrogat e mësuesve në Kosovë. Një shumë që mund të kishte shpëtuar jetë. Por ajo shumë nuk kishte ardhur kurrë. Ajo kishte mbetur diku në rrugën mes Romës dhe Tiranës. Dhe askush nuk po e pyeste se ku ishte.
Kruja e shikoi atë dosje me një ndjenjë të thellë inati dhe paaftësie. Ai e dinte se nuk mund të bënte asgjë. Ai nuk mund të shkonte te Jacomoni dhe të thoshte, ju po na vjedhni. Sepse Jacomoni do të mohonte. Ai do të thoshte se shifrat janë të gabuara, se ka pasur keqkuptime, se Italia po bën gjithçka që mund për të ndihmuar Shqipërinë. Dhe kruja nuk kishte asnjë provë që mund ta kundërshtonte. Sepse të gjitha dokumentet financiare kontrolloheshin nga italianët. Çdo regjistër, çdo faturë, çdo raport kalonte nëpër duart e tyre. Dhe nëse ata donin të fshinin diçka, ata mund ta bënin lehtësisht. Por atë Paulini kishte një ide. Ai tha, çfarë do të ndodhte nëse ne do të mbajmë një regjistër paralel? Një regjistër që italianët nuk e dinë. Një regjistër ku ne shënojmë çdo premtim që bëjnë dhe çdo pagesë që bëjnë vërtet. Dhe pastaj, kur kjo luftë të mbarojë, ne do ta publikojmë atë regjistër. Ne do t'i tregojmë botës se çfarë bëri Italia me Shqipërinë. Ne do t'i tregojmë se si ata na premtuan ndihmë dhe na dhanë vetëm gënjeshtra. Kruja e shikoi me një shprehje të përzier admirimi dhe frike. Ai e dinte se kjo ishte një ide e rrezikshme. Nëse italianët zbulonin se qeveria shqiptare po mbante një regjistër sekret, pasojat do të ishin të tmerrshme. Por ai e dinte gjithashtu se kjo ishte e vetmja mënyrë për të ruajtur të vërtetën. Sepse nëse ata nuk e shënonin atë të vërtetë tani, ajo do të humbej përgjithmonë. Dhe brezat e ardhshëm nuk do ta dinin kurrë se çfarë ndodhi vërtet. Ata do të besonin propagandën italiane. Ata do të besonin se Italia ishte një aleat bujar që ndihmoi Shqipërinë. Ata nuk do ta dinin se Italia ishte një pushtues që vodhi Shqipërinë. Prandaj kruja vendosi. Ai tha, bëjeni. Por me kujdes maksimal. Asnjë kopje e atij regjistri nuk duhet të dalë nga kjo dhomë. Asnjë njeri jashtë këtij grupi nuk duhet ta di se ai ekziston. Dhe nëse italianët zbulojnë diçka, ne do të mohojmë gjithçka. Kështu filloi një nga operacionet më sekrete të qeverisë së Mustafa Krujës, mbajtja e një regjistri paralel të vjedhjeve italiane. Por edhe ky regjistër nuk mund të ndalonte vuajtjen e përditshme. Sepse ndërkohë që ministri i financave shënonte shifra në një defter të fshehtë, njerëzit në rrugë po vdisnin urie. Dhe çdo ditë që kalonte, presioni mbi Krujën rritej. Ai merrte letra nga kryetarët e bashkive, nga drejtorët e shkollave, nga komandantët e xhandarmerisë, të gjithë duke kërkuar para. Të gjithë duke thënë, nëse nuk marrim fonde tani, gjithçka do të kolapsojë. Dhe Kruja nuk kishte çfarë t'u përgjigjej. Ai nuk mund t'u thoshte, unë nuk kam para sepse Italia po na vjedh. Sepse nëse e thoshte këtë, ai do të pranonte se qeveria e tij ishte e paaftë. Ai do të pranonte se ai nuk kishte asnjë kontroll. Ai do të pranonte se ai ishte vetëm një kukull. Prandaj ai vazhdoi të luante rolin. Ai vazhdoi të shkruante letra drejtuar Jacomonit duke kërkuar fonde. Ai vazhdoi të priste në korridoret e MKMBS-së. Ai vazhdoi të shpresonte se ndoshta, vetëm ndoshta, Italia do të ndryshonte qëndrim. Por Italia nuk ndryshoi kurrë qëndrim. Sepse për Italinë, Shqipëria nuk ishte një partner. Ajo ishte një burim. Një burim që duhej të shfrytëzohej deri në fund. Dhe shfrytëzimi nuk ishte vetëm financiar. Ai ishte edhe psikologjik. Sepse çdo herë që Kruja shkonte te Jacomoni për të kërkuar para, ai nuk trajtohej si një kryeministër. Ai trajtohej si një kërkues. Jacomoni e bënte të priste orë të tëra në paradhom, ndërkohë që ai merrte vizitorë të tjerë. Kur më në fund e thërriste brenda, ai nuk e ftonte të ulej. Ai e mbante në këmbë, si një nëpunës të thjeshtë që raporton të shefi. Ai dëgjonte kërkesat e Krujës me një shprehje të mërzitur, sikur po dëgjonte ankesat e një fëmije të bezdisshëm. Dhe kur Kruja mbaronte së foluri, Jacomoni thoshte gjithmonë të njëjtën gjë, do ta shqyrtojmë. Do t'ju njoftojmë. Por njoftimi nuk vinte kurrë. Ose vinte me javë vonesë, kur ishte tashmë shumë vonë. Kjo ishte taktika e Jacomonit, ta mbante Krujën në një gjendje të vazhdueshme varësie dhe poshtërimi. Ta bënte ta ndjente se ai nuk ishte asgjë pa mirësinë e Italisë. Ta thërriste çdo herë që donte, si një zotëri që thërret shërbëtorin. Dhe Kruja, pavarësisht të gjithë dinjitetit të tij, pavarësisht të gjithë arsimit të tij, pavarësisht të gjithë dashurisë së tij për Shqipërinë, duhej ta pranonte këtë trajtim. Sepse ai nuk kishte zgjedhje. Ai ishte kryeministri pa para.
Dhe një kryeministër pa para është vetëm një emër në një derë. Por kishte momente kur kruja nuk mund ta mbante më. Kishte momente kur inati e mposhte arsyen. Një nga ato momente ndodhi në korrik të 1942, kur kruja mori lajmin se një grup mësuesish në Prizren kishin mbetur pa rroga për 3 muaj dhe kishin vendosur të largoheshin. Ata kishin shkruar një letër kolektive drejtuar kryeministrisë, duke thënë: "Ne erdhëm këtu me shpresën se do të ndihmonim fëmijët shqiptar të Kosovës. Por ne nuk mund të vazhdojmë të punojmë pa rroga. Familjet tona po vuajnë. Fëmijët tanë po hanë një herë në ditë. Ne duhet të kthehemi në Tiranë." Kruja e lexoi atë letër dhe ndjeu një dhimbje fizike në gjoks. Ai e dinte se nëse ata mësues largoheshin, shkollat shqiptare në Prizren do të mbylleshin. Dhe nëse shkollat mbylleshin, ëndra e Shqipërisë së Madhe do të vdiste. Sepse çfarë kuptimi kishte të kontrollosh një territor nëse nuk mund të arsimosh fëmijët atje? Çfarë kuptimi kishte të kesh flamurin shqiptar në Prizren nëse nuk mund të paguash mësuesit që mësonin gjuhën shqipe? Prandaj kruja vendosi të bëjë diçka që nuk e kishte bërë kurrë më parë. Ai vendosi të shkonte te Jakomoni pa takim paraprak. Ai vendosi të kërkonte një takim urgjent dhe të mos pranonte asnjë refuzim. Ai shkoi në zyrën e mëkëmbësisë në orën 10 të mëngjesit. Sekretarja e Jakomonit e shikoi me befasi dhe i tha: "Kryeministër, Ekscelenca nuk ju ka në kalendar sot." Kruja ju përgjigj me një zë të qetë por të vendosur: "Unë nuk kam nevojë për kalendar. Unë kam nevojë për 5 minuta të kohës së ti. Dhe nuk do të largohem derisa ti marr." Sekretarja u ngrit dhe hyri në zyrën e Jakomonit. Pas disa minutash, ajo doli dhe tha: "Ekscelenca do t'ju pranoj për 5 minuta." Kruja hyri në zyrë dhe e gjeti Jakomoni ulur pas tavolinës së tij të madhe, duke lexuar një dokument. Jakomoni nuk e ngriti kokën. Ai vazhdoi të lexonte, sikur kruja nuk ishte atje. Pas një minute heshtjeje të rëndë, ai më në fund foli: "Kryeministër, çfarë është kaq urgjente sa nuk mund të priste një takim të rregullt?" Kruja mori frym thellë dhe tha: "Ekscelencë, mësuesit në Prizren po largohen. Ata kanë mbetur pa rroga për 3 muaj. Nëse ne nuk i paguajmë tani, shkollat shqiptare do të mbyllen. Dhe nëse shkollat mbyllen, ne do të humbasim Kosovën. Jo ushtarakisht, por shpirtërisht. Sepse një popull pa arsim është një popull i vdekur." Jakomoni e shikoi me një shprehje të ftohtë dhe tha: "Kryeministër, unë ju kam thënë shumë herë, Italia nuk ka para të pakufishme. Ne po luftojmë një luftë në Greqi. Ne po mbrojmë Shqipërinë nga komunistët. Ne po ndërtojmë rrugë dhe ura. Ne po bëjmë gjithçka që mundemi. Por ju duhet të kuptoni se nuk mund të keni gjithçka." Kruja ndjeu një val inati që i ngjiti në fyt, por e mbajti veten. Ai tha: "Ekscelencë, unë nuk po kërkoj gjithçka. Unë po kërkoj vetëm aq sa të paguaj mësuesit që Italia më tha të dërgoja në Kosovë. Ishte Italia që më tha se Kosova është pjesë e Shqipërisë. Ishte Italia që më tha se unë duhet të ndërtoj administratën atje. Dhe tani, kur unë po përpiqem ta bëj atë, Italia më thotë se nuk ka para. Kjo nuk është e drejtë." Jakomoni e shikoi me një shprehje që ishte mes mërzisë dhe përbuzjes. Ai tha: "Kryeministër, jeta nuk është e drejtë. Lufta nuk është e drejtë. Politika nuk është e drejtë. Ju duhet të mësoni të jetoni me realitetin, jo me idealet tuaja." Dhe me këto fjalë, ai u kthye përsëri te dokumenti që po lexonte. Takimi kishte mbaruar. Kruja doli nga ajo zyrë me një ndjenjë humbje totale. Ai kishte shkuar atje me shpresën se mund të binte Jakomoni. Por ai kishte dalë duke kuptuar se Jakomoni nuk kishte nevojë të bindej. Sepse ai kishte të gjithë pushtetin. Dhe kruja nuk kishte asgjë. Atë mbrëmje, kruja u ul në zyrën e tij dhe shkroi një letër drejtuar mësuesve në Prizren. Ai shkroi: "Të dashur mësues, unë e di se ju keni vuajtur shumë. Unë e di se familjet tuaja po kalojnë vështirësi. Unë e di se ju keni të drejtë të jeni të zemëruar. Por unë ju lutem, mos u largoni. Sepse nëse ju largoheni, ne do të humbasim më shumë se shkolla. Ne do të humbasim shpresën. Dhe shpresa është e vetmja gjë që na ka mbetur." Ai e dërgoi atë letër duke ditur se ajo nuk do të mjaftonte. Sepse fjalët nuk ushqejnë familje. Fjalët nuk paguajnë qira. Fjalët nuk shpëtojnë jetë.
Por fjalët ishin e vetmja gjë që Kruja kishte për të dhënë. Sepse ai nuk kishte para. Ai kishte vetëm fjalë. Dhe çdo ditë që kalonte, ato fjalë bëheshin më të zbrazta. Por ndërkohë që Kruja luftonte për të mbajtur gjallë ëndrrën e Shqipërisë së Madhe, një tjetër dramë po zhvillohej në heshtje. Një dramë që lidhet me familjen e tij. Sepse Mustafa Kruja nuk ishte vetëm një kryeministër. Ai ishte edhe një burr, një baba, një njeri me ndjenja dhe frikë. Dhe ato ndjenja po e gërrynin nga brenda. Gruaja e tij, një grua e qetë dhe të fortë që kishte qëndruar pranë tij në të gjitha betejat e tij politike, po shihte se si burri i saj po shkatërrohej. Ajo e shihte se si ai kthehej në shtëpi çdo mbrëmje me një shprehje të lodhur dhe të dëshpëruar. Ajo e shihte se si ai nuk flinte natën, por ecste nëpër dhomë duke menduar. Ajo e shihte se si ai po humbiste peshë, se si flokët e tij po thinjen, se si duart e tij po dridheshin. Dhe ajo e dinte se ai po vdiste nga brenda. Një mbrëmje, ajo ul pranë tij dhe i tha, Mustafa, ti nuk mund të vazhdosh kështu. Ti po vret veten për një post që nuk ka kuptim. Ti po lufton për një pushtet që nuk ekziston. Ti po sakrifikohesh për një shtet që nuk të vlerëson. Pse nuk jep dorëheqjen? Pse nuk largohet nga kjo ferë? Kruja e shikoi me sy të lodhur dhe i tha, sepse nëse unë largohem, kush do të mbrojë ato pak gjëra që kanë mbetur? Kush do të luftoj për mësuesit në Kosovë? Kush do të mbaj gjallë shpresën se Shqipëria mund të jetë diçka më shumë se një koloni? Unë e di se unë nuk kam pushtet. Por të paktën unë jam atje. Të paktën unë po përpiqem. Nëse unë largohem, Italia do të vërë dikë që as nuk do të përpiqet. Gruaja e tij e kuptoi se ai nuk do të ndryshonte mendje. Ajo e kuptoi se ai kishte zgjedhur të vuajë, sepse ai besonte se vuajtja e tij kishte kuptim. Por ajo e dinte gjithashtu se ai po gabonte. Sepse vuajtja pa rezultat nuk është heroizëm. Është vetëm vuajtje. Dhe kështu, muaj pas muaji, Mustafa Kruja vazhdoi të jetonte në atë ferë. Ai vazhdoi të shkonte te Jakomoni për të kërkuar para. Ai vazhdoi të priste në korridore. Ai vazhdoi të merrte refuzime. Ai vazhdoi të shkruante letra që nuk lexoheshin. Ai vazhdoi të shpresonte për ndryshime që nuk vinin kurrë. Dhe çdo ditë që kalonte, ai ndjente se po humbisnin copë nga shpirti i tij. Ai ndjente se po kthehej në një hije të njeriut që kishte qenë dikur. Ai ndjente se po humbiste jo vetëm betejën politike, por edhe betejën me veten e tij. Sepse si mund të jetosh me dinjitet kur çdo ditë të poshtërojnë? Si mund të besosh në veten tënde kur çdo ditë të tregojnë se ti nuk je asgjë? Si mund të shpresosh për të ardhmen kur çdo ditë të vret shpresën? Këto ishin pyetjet që Kruja i bënte vetes çdo natë. Dhe ai nuk kishte përgjigje. Ai kishte vetëm dhimbje. Dhimbje që rritej çdo ditë. Dhimbje që e gërrente nga brenda. Dhimbje që e bënte të dëshironte të largohej, por që njëkohësisht e mbante atje, sepse ai nuk dinte si të jetonte pa luftuar. A mund të kishte ditur se kjo luftë ishte e humbur që në fillim? A mund të kishte refuzuar postin dhe të kishte shpëtuar veten nga ky makt? Apo ai ishte thjesht një njeri që besoi në një ëndër që nuk mund të realizohej kurrë? Dhe ndërkohë që Kruja vuante në heshtje, Italia vazhdonte të luante lojën e saj. Ajo vazhdonte të premtonte ndihmë dhe të jepte gënjeshtra. Ajo vazhdonte të mbante Shqipërinë në një gjendje të vazhdueshme varësie. Ajo vazhdonte të shfrytëzonte çdo burim, çdo njeri, çdo mundësi. Dhe ajo e bënte këtë me një cinizëm të ftohtë dhe të llogaritur. Sepse për Italinë, Shqipëria nuk ishte një popull me histori dhe dinjitet. Ajo ishte vetëm një territor që duhej të kontrollohej. Një burim që duhej të shfrytëzohej. Një vegël që duhej të përdorej. Dhe Mustafa Kruja, pavarësisht të gjithë përpjekjeve të tij, nuk mund të ndryshonte këtë realitet. Ai ishte vetëm një njeri kundër një makine. Një njeri që luftonte me fjalë kundër një pushteti që fliste me para. Dhe në atë luftë, ai ishte i dënuar të humbas që në fillim. Por ai nuk e dinte ende. Ai ende shpresonte. Ai ende besonte. Ai ende luftonte. Edhe pse çdo ditë e bënte më të qartë se kjo luftë nuk kishte kuptim, ai nuk mund të ndalonte. Sepse ndalimi do të thoshte pranimin e humbjes. Dhe ai nuk ishte gati të pranonte ende. Jo ende. Jo derisa të kishte edhe një frym në trup.
Jo derisa të kishte edhe një shpresë në zemër. Edhe nëse ajo shpresë ishte vetëm një iluzion. Në arkivat e Ministrisë së Jashtme italiane në Rom, në një dosje me kodin Albfin 42 Riservato, ekziston një dokument që nuk u pa kurrë nga syt shqiptar. Është një raport i brendshëm, i shkruar nga vetë Francesco Iacomoni në shtator të vitit 1942, drejtuar Galeaz Otsianos. Në atë raport, Iacomoni shkruan me një sinqeritet të ftohtë: qeveria shqiptare nuk duhet të di kur shumën reale të subvencionit që Roma miraton për Shqipërinë. Nëse ata e din, ata do të kërkojnë llogari. Dhe nëse ata kërkojnë llogari, ne do të detyrohemi të shpjegojmë se ku shkojnë vërtet ato para. Prandaj, ne do të vazhdojmë të japim shifra të reduktuara dhe do të mbajmë diferencën për nevojat tona operacionale. Çfarë do të thonin ato nevoja operacionale? Çfarë fshihej pas atij eufemizmi të ftohtë? Dhe më e rëndësishmja, sa para u vun kurrë në buxhetin shqiptar dhe sa para përfunduan në xhepat e atyre që supozohej ta ndihmonin Shqipërinë. Kjo është historia që askush nuk e tregoi. Historia e parave që nuk arritën kurrë. Historia e një vjedhje të organizuar në emër të ndihmës. Historia e një dokumenti që u fshi nga historia zyrtare, por që tani, për herë të parë, po del në dritë. Por për ta kuptuar këtë dokument, duhet të kthehemi te njeriu që e zbuloi atë, ish ministri i financave që mori zarfin në mes të natës. Ai shkoi te Iacomoni në orën 8 të mëngjesit, siç i ishte kërkuar. Kur hyri në zyrë, Iacomoni nuk ishte vetëm. Pranë tij ishte një burr me kostum gri, me sy të ftohtë dhe shprehje të ashpër. Iacomoni e prezantoi: "Ky është kolonel Vittorio Ambrosio, përgjegjës për financat ushtarake në Shqipëri." Ish ministri e kuptoi menjëherë se kjo nuk ishte një takim i zakonshëm. Iacomoni foli me një zë të ulët dhe të qetë: "Ne ju kemi thirrur këtu sepse kemi nevojë për bashkëpunimin tuaj. Ju keni qenë ministër i financave. Ju e dini se si funksionon sistemi. Ju e dini se çfarë shifra shkon në raporte zyrtare dhe çfarë shifra mbetet jashtë raporteve. Dhe ne duhet të jemi të sigurt se ju do të vazhdoni të mbani heshtjen." Ish ministri ndjeu një të ftohtë që i zbriti në shpinë. Ai pyeti: "Heshtje për çfarë?" Koloneli Ambrosio hapi një dosje dhe nxori një tabelë me shifra. Ai tha: "Kjo është shuma që Roma miraton çdo muaj për Shqipërinë. Dhe kjo është shuma që ne japim vërtet në buxhetin shqiptar. Siç e shihni, ka një diferencë." Ish ministri shikoi tabelën. Diferenca ishte marramendëse. Për muajin gusht të 1942, Roma kishte miratuar 3 milion lekë. Por në buxhetin shqiptar kishin hyrë vetëm 1.600.000. Diferenca, 1.400.000 lekë. Ku kishin shkuar ato para? Koloneli Ambrosio ju përgjigj sikur kishte lexuar mendjen e tij: "Ato para shkojnë për nevojat e ushtrisë italiane në Shqipëri. Për pagesën e trupave, për blerjen e ushqimeve, për ndërtimin e fortifikimeve. Shqipëria nuk mund t'i mbajë këto trupa pa ndihmën tonë. Prandaj, ne marrim atë që na takon." Ish ministri ndjeu një val inati që i ngjiti në fy. Ai tha: "Por ato para janë për buxhetin shqiptar. Ato janë për të paguar mësuesit, për të blerë ushqime për popullin, për të mbajtur gjallë shtetin. Ju nuk mund t'i merrni ato para pa na pyetur." Iacomoni buzëqeshi me një buzëqeshje të ftohtë dhe tha: "Ish ministër, ju duhet të kuptoni se Shqipëria nuk ekziston pa Italinë. Nëse ne largohemi, Shqipëria do të bjerë në kaos. Prandaj, çdo gjë që ne e marrim për të mirën tuaj. Dhe ju do të vazhdoni të mbani heshtjen, sepse nëse ju flisni, ju do të shkatërroni çdo gjë që kemi ndërtuar." Ish ministri e kuptoi se ai nuk kishte zgjedhje. Ai doli nga ajo zyrë duke ditur një të vërtetë që do ta ndjek për pjesën tjetër të jetës: Italia nuk po ndihmonte Shqipërinë. Italia po e vivte Shqipërinë. Dhe ai ishte bërë bashkëfajtor në atë vjedhje. Por vjedhja nuk ishte vetëm financiare. Ajo ishte edhe fizike. Sepse ndërkohë që Italia merrte paratë që i takojnë Shqipërisë, ajo po merrte edhe diçka tjetër: shëndetin e popullit. Në pranver të vitit 1942, një epidemi malarike shpërtheu në jug të Shqipërisë. Mijëra njerëz u sëmurën. Qindra vdiqën. Qeveria shqiptare nuk kishte para për të blerë ilaçe. Ajo shkroi drejtuar Iacomonit duke kërkuar fonde emergjente për blerjen e kuininës, ilaçi i vetëm që mund të shpëtonte jetë.
Giacomoni premtoi se do të ndihmonte. Por javë pas jave kaluan dhe ilaçet nuk erdhën. Ndërkohë, njerëzit vdisnin. Familje të tëra fshieshin nga harta. Fshatra të tërë u zbrazën. Dhe askush nuk po pyeste, pse Italia, që kishte magazina plot me ilaçe për ushtarët e saj, nuk po jepte asnjë kuti kujnim për shqiptarët që vdisnin. Përgjigjja erdhi nga një mjek italian që punonte në spitalin ushtarak të Vlorës. Ai shkroi një letër private drejtuar një kolegu në Rom dhe ajo letër u përgjua nga shërbimet sekrete shqiptare. Në atë letër, mjeku shkruante, ne kemi kujnin. Ne kemi sasi të mëdha. Por na është urdhëruar të mos e japim për civilët shqiptar. Ata duhet të vdesin, sepse sa më pak shqiptar të ketë, aq më lehtë do të jetë për ne të kontrollojmë këtë territor. Kjo ishte politika e Italisë, jo vetëm të vidhte parat, por edhe të linte popullin të vdiste. Sepse një popull i dobët është një popull i lehtë për t'u kontrolluar. Dhe Italia donte kontroll, jo partneritet. Dhe ndërkohë që populli vdiste, Mustafa Kruja po vdiste nga brenda. Jo fizikisht, por shpirtërisht. Ai kishte hyrë në atë post me flokë të zinj dhe sy plot shpresë. Pas një viti e gjysmë, flokët e tij ishin thinjur plotësisht. Fytyra e tij ishte bërë e verdhë dhe e tërhequr. Duart e tij dridheshin çdo herë që mbante një penë. Ai nuk flinte më se 4 orë në natë. Ai kishte humbur peshë. Ai kishte filluar të pinte raki çdo mbrëmje, jo për kënaqësi, por për të harruar. Ai kishte filluar të fliste vetëm, të ecte në përdhom në mes të natës, të shikonte nga dritarja dhe të pyeste veten, pse? Pse e pranova këtë? Pse mendova se mund të ndryshoja diçka? Gruaja e tij e shite këtë shkatërim çdo ditë. Ajo e shite se si burri i saj po kthehej në një hije. Ajo e shite se si ai po humbiste jo vetëm betejën politike, por edhe betejën me veten. Dhe ajo e dinte se nëse ai nuk largohej shpejt, ai do të shkatërrohej plotësisht. Por Kruja nuk donte të largohej. Ai ende besonte se kishte një detyrë. Ai ende besonte se duhej të luftonte. Edhe nëse ajo luftë po e vriste. Edhe nëse ajo luftë nuk kishte kuptim. Edhe nëse ajo luftë ishte e humbur që në fillim. Sepse për Krujen të largohesh do të thoshte të pranoje se ai kishte dështuar. Dhe ai nuk ishte gati të pranonte dështimin. Jo ende. Jo derisa të kishte edhe një frym. Por frymët po i mbaronin. Në tetor të 1942, Kruja arriti në pikën e thyrjes. Buxheti i qeverisë ishte shtëruar plotësisht. Nuk kishte para për rrogat e muajit. Nuk kishte para për blerjen e ushqimeve. Nuk kishte para për asgjë. Kruja thiri një mbledhje emergjente të kabinetit dhe u tha ministrave, ne nuk mund të vazhdojmë kështu. Nëse Roma nuk na jep fonde shtesë, administrata do të ndalojë së funksionuari. Ministrat e shikuan me heshtje. Ata e dinin se ai kishte të drejtë. Por ata e dinin gjithashtu se nuk kishte zgjidhje. Kruja shkroi një letër të fundit drejtuar Romës, një letër që ishte më shumë se një kërkesë për fonde. Ishte një thirrje për ndihmë, një lutje për të shpëtuar atë që kishte mbetur nga dinjiteti i shtetit shqiptar. Ai shkroi, pa një injeksion të menjëhershëm financiar, qeveria e Shqipërisë nuk mund të vazhdojë të funksionojë. Unë nuk mund të drejtoj një shtet që nuk ka asnjë lek në ark. Unë nuk mund të shoh popullin tim duke vdekur urie ndërkohë që unë mbaj një titull bosh. Nëse Italia dëshiron që Shqipëria të mbetet një aleat, atëherë ajo duhet të trajtojë Shqipërinë si një aleat, jo si një koloni. Ai e dërgoi atë letër dhe priti. Por përgjigjja nuk erdhi kurrë. Roma heshti. Dhe në atë heshtje, Mustafa Kruja kuptoi se betejë e tij kishte mbaruar. Në tetor të 1942, Kruja mori një lajm që e goditi si një goditje në stomak. Shkollat shqiptare në Prizren kishin mbyllur. Mësuesit ishin larguar. Fëmijët shqiptar nuk kishin më ku të mësonin gjuhën e tyre. Ëndëra e Shqipërisë së madhe kishte vdekur. Jo sepse Italia e kishte vrarë me forcë, por sepse Italia e kishte lënë të vdiste nga uria. Sepse pa para nuk ka shkolla. Pa shkolla nuk ka arsim. Pa arsim nuk ka identitet. Dhe pa identitet nuk ka shtet. Kjo ishte strategjia e Italisë, të mos e shkatëronte Shqipërinë me bomba, por ta shkatëronte me uri. Ta linte të vdiste ngadalë në heshtje, pa bujë.
Dhe kur Shqipëria të ishte aq e dobët sa nuk mund të qëndronte në këmbë, Italia do ta gëlltiste plotësisht. Kruja e kuptoi këtë atë ditë. Ai e kuptoi se ai kishte qenë vetëm një vegël në atë plan. Ai kishte menduar se po luftonte për Shqipërinë, por në realitet ai po ndihmonte Italinë ta shkatërronte Shqipërinë. Sepse çdo ditë që ai qëndronte në atë post, ai I jepte legjitimitet një sistemi që po vifte popullin e tij. Çdo ditë që ai nënshkruante dokumente pa para, ai po bëhej bashkëfajtor në atë vjedhje. Çdo ditë që ai heshte për të vërtetën, ai po tradhtonte popullin që supozohej ta përfaqësonte. Dhe kush ishte personi që përfitoi më shumë nga kjo tragjedi? Kush ishte njeriu që, pas rënies së krujës, mori gjithçka? Emri I tij ishte Maliq Bushati, një tregtar I pasur nga Shkodra që kishte lidhje të ngushta me autoritetet italiane. Gjatë viteve të pushtimit, Bushati kishte fituar kontrata të mëdha për furnizimin e ushtrisë italiane me ushqime dhe materiale. Ai kishte bler toka me çmime qesharake nga fshatarë që vdisnin urie. Ai kishte hapur fabrika që prodhonin për ushtrinë italiane. Dhe kur regjimi fashist ra, Bushati ishte bërë një nga njerëzit më të pasur në Shqipëri. Si arriti ai këtë? Sepse ai kishte kuptuar rregullin e artë të kolonizimit, bashkëpuno me pushtuesin dhe ti do të marrësh copat që bien nga tavolina e tij. Ndërkohë që Mustafa Kruja luftonte për dinjitetin e Shqipërisë dhe po shkatërrohej, Maliq Bushati po bëhej milioner duke shitur atë dheun. Ndërkohë që mësuesit në Kosovë mbeteshin pa rroga, Bushati po ndërtonte vila në Tiranë. Ndërkohë që fëmijët shqiptar vdisnin nga malaria, Bushati po pinte shampanjë me oficerët italian. Kjo ishte e vërteta e hidhur, në çdo tragjedi ka dikush që fiton. Dhe në tragjedi e Shqipërisë së viteve 1940, fituesit nuk ishin ata që luftuan për popullin. Fituesit ishin ata që e tradhtuan popullin. Por edhe në atë errësirë, kishte njerëz që nuk u dorëzuan. Kishte njerëz që, edhe pse nuk kishin pushtet, guxuan të flasin. Një prej tyre ishte atë Paulin Margjokaj, këshilltari personal I krujës. Në dhjetor të 1942, atë Paulini shkroi një memorandum të fshehtë drejtuar Vatikanit, duke përshkruar situatën në Shqipëri. Ai shkroi: populli shqiptar po vdes urie ndërkohë që Italia pretendon se po e ndihmon. Qeveria shqiptare nuk ka asnjë kontroll mbi paratë e veta. Çdo lek vjen nga Italia dhe Italia vendos se ku shkojnë ato lek. Dhe ato lek nuk shkojnë për popullin. Ato shkojnë për ushtrinë italiane, për tregtarët italian, për ata shqiptarë që bashkëpunojnë me pushtuesit. Kjo nuk është ndihmë. Kjo është vjedhje. Dhe nëse kisha nuk flet kundër kësaj padrejtësie, ajo do të jetë bashkëfajtore në këtë krim. Ai e dërgoi atë memorandum në Vatikan duke shpresuar se Papa do të ndërhynte. Por Vatikani nuk bëri asgjë. Sepse Vatikani kishte interesat e veta. Ai nuk donte të zemëronte Mussolinin. Ai nuk donte të rrezikonte marrëdhëniet me Italinë. Prandaj, ai zgjodhi heshtjen. Dhe atë Paulini kuptoi se edhe kisha kishte tradhtuar Shqipërinë. Edhe kisha kishte zgjedhur interesat e veta mbi drejtësinë. Edhe kisha kishte lënë popullin shqiptar të vdiste në heshtje. Dhe kështu, muaj pas muaji, Shqipëria po zhytej në një errësirë nga e cila dukej se nuk kishte dalje. Qeveria nuk kishte para. Populli po vdiste urie. Shkollat po mbylleshin. Spitalet nuk kishin ilace. Rrugët po shkatërroheshin. Dhe askush nuk po bënte asgjë. Sepse ata që kishin pushtet nuk donin të ndihmonin. Dhe ata që donin të ndihmonin nuk kishin pushtet. Kjo ishte tragjedia e Shqipërisë, një vend I mbushur me njerëz të mirë që nuk mund të bënin asgjë, dhe një vend I kontrolluar nga njerëz të këqij që bënin çfarë të donin. Dhe në mes të kësaj tragjedie, Mustafa Kruja po përpiqej të mbante gjallë një shpresë që po vdiste çdo ditë. Ai po përpiqej të besonte se diçka do të ndryshonte. Ai po përpiqej të besonte se lufta e tij kishte kuptim. Por thellë në zemrën e tij, ai e dinte se kjo ishte e kohë. Ai e dinte se ai po luftonte një betejë të humbur. Ai e dinte se ai po sakrifikohej për asgjë. Por ai nuk mund të ndalonte. Sepse ndalimi do të thoshte pranimin e humbjes. Dhe ai nuk ishte gati të pranonte humbjen. Jo ende. Por humbja po vinte, pavarësisht nga dëshira e tij. Sepse në janar të 1943, Italia mori një vendim që do të vulonte fatin e Shqipërisë.
Roma vendosi të reduktoj subvencionin vjetor për Shqipërinë me 30%. Arsyeja zyrtare ishte se Italia kishte nevojë për më shumë para për luftën. Por arsyeja e vërtet ishte se Italia kishte vendosur se Shqipëria nuk kishte më vlerë. Lufta po shkonte keq. Partizanët po rriteshin. Kontrolli italian po dobësohej. Dhe Italia kishte vendosur se ishte koha për të filluar të largohej. Por para se të largohej, ajo donte të merrte gjithçka që kishte mbetur. Ajo donte të shfrytëzonte Shqipërinë deri në pikën e fundit. Dhe pastaj ta linte të vdiste. Kjo ishte strategjia e fundit e Italisë, të vinte gjithçka dhe pastaj të largohej duke lënë pas një vend të shkatëruar. Dhe Mustafa Kruja, kur mori lajmin e reduktimit të subvencionit, e kuptoi se kjo ishte fundi. Ai e kuptoi se ai nuk mund të vazhdonte më. Ai e kuptoi se ai duhej të largohej. Sepse të qëndrosh në një post pa pushtet, në një qeveri pa para, në një shtet pa shpresë, nuk ishte më heroizëm. Ishte vetëm marrëzi. Dhe kështu, në 19 të janarit të 1943, Mustafa Kruja dha dorëheqjen. Ai shkroi një letër të shkurtër drejtuar mbretit Viktor Emanueli, duke thënë: "Unë nuk mund të vazhdoj të drejtoj një qeveri që nuk ka mjetet për të shërbyer popullin e saj." Ai nuk përmendi Italinë. Ai nuk përmendi vjedhjen. Ai nuk përmendi poshtërimin. Ai thjesht tha se nuk kishte mjete. Sepse edhe në atë moment të fundit, ai nuk guxoi të thoshte të vërtetën. Sepse e vërteta do ta kishte shkatëruar plotësisht. Dhe ai donte të largohej me të paktën një copë dinjiteti. Edhe nëse ai dinjitet ishte vetëm një iluzion. Kur lajmi i dorëheqjes u përhap, shumë njerëz festuan. Ata mendonin se Kruja kishte qenë një tradhtar, një bashkëpunëtor i Italisë, një njeri që kishte shitur Shqipërinë. Por ata nuk e dinin se Kruja kishte qenë vetëm një viktim. Një viktim e një sistemi që e kishte përdorur dhe e kishte hedhur. Një viktim e një loje që ai nuk e kishte kuptuar kurrë plotësisht. Një viktim e një tradhtie që kishte filluar shumë para se ai të hynte në skenë. Por a mund të kishte bërë diçka ndryshe? A mund të kishte refuzuar postin që në fillim? A mund të kishte denoncuar publikisht vjedhjen italiane? A mund të kishte luftuar më fort, më zëshëm, më hapur? Këto janë pyetjet që do të na ndjekin përgjithmonë. Sepse historia nuk na jep përgjigje të lehta. Ajo na jep vetëm fakte. Dhe faktet janë këto: Mustafa Kruja hyri si kryeministër me shpresën se do të ndërtonte Shqipërinë e madhe. Ai doli si një njeri i thyrë, i dëshpëruar, i shkatëruar. Ai hyri me besim në Italinë. Ai doli duke e urryer Italinë. Ai hyri me shpresë për të ardhmen. Ai doli pa asnjë shpresë. Dhe gjatë gjithë atij udhëtimi, ai nuk kishte asnjë lek në dorë. Ai ishte kryeministri pa para. Lypsi me kostum. Kukulla që lëvizte vetëm kur italianët tërhiqnin fill. Dhe tani, shumë vite pas atyre ngjarjeve, ne duhet të pyesim veten: a e meriton ai të gjykohet si tradhtar? Apo ai meriton të kuptohet si viktim? A ishte ai një njeri i dobët që u dorëzua? Apo ishte një njeri i fortë që luftoi sa mundi, por që u mund nga një forcë shumë më e madhe se ai? Këto janë pyetjet që çdo brez duhet t'i bëjë. Sepse historia e Mustafa Krujës nuk është vetëm historia e tij. Është historia e çdo njeriu që ka përpjekur të bëjë të mirën në një sistem të keq. Është historia e çdo njeriu që ka luftuar për dinjitet në një botë pa dinjitet. Është historia e çdo njeriu që ka shpresuar për ndryshim në një botë që nuk ndryshon. Dhe është historia e çdo njeriu që ka zbuluar se shpresa ndonjëherë nuk mjafton. Në 20 të janarit të vitit 1943, 2 ditë pas dorëheqjes së Mustafa Krujës, një burr me kapel të zezë hyri në një shtëpi të vogël në lagjen e Kavajës në Tiranë. Ai solli me vete një kuti metalike, të vulosur me dyllin e kuq. Brenda asaj kutie ishin dokumentet që Kruja kishte mbajtur të fshehta për 16 muaj, regjistri paralel i vjedhjeve italiane. Çdo premtim që Italia kishte bërë. Çdo pagesë që Italia nuk e kishte bërë. Çdo diferencë, çdo gënjeshtër, çdo vjedhje, e shkruar me shkronja të vogla në fletë të verdha. Burri me kapel i dorëzoi kutin një gruaje të veshur me të zeza dhe i tha: "Ruaje këtë me jetën tënde. Kur lufta të mbaroj, kjo do të jetë e vetmja provë se çfarë i bën Shqipërisë." Gruaja e mori kutin pa folur dhe e fshiu në ndyshemen e dhomës së gjumit.
Ajo nuk e dinte se ajo kuti do të qëndronte atje për 52 vjet. Ajo nuk e dinte se kur ajo do të hapej më në fund, në vitin 1995, shifrat që do të dilnin prej saj do të tronditnin çdo historian që do t'i lexonte. Sepse ato shifra tregonin një të vërtetë që askush nuk e kishte thënë me zë të lartë, Italia nuk kishte ndihmuar Shqipërinë. Italia e kishte vjedhur Shqipërinë me një metodë aq të sofistikuar sa edhe vetë qeveria shqiptare nuk e kishte kuptuar plotësisht. Por pyetja që mbetet edhe sot është, kush e dinte të vërtetën? Kush ishte në dijen të asaj vjedhje? Dhe pse askush nuk foli? Për ta kuptuar heshtjen, duhet të kthehemi te njerëzit që dinin gjithçka, por zgjodhen të mos flasin. Një prej tyre ishte Ekrem Libohova, ish kryeministër dhe një nga figurat më të respektuara të politikës shqiptare. Në shkurt të 1942, Libohova u takua privatisht me Mustafa Kryen në një vilë në periferi të Tiranës. Ata folën për orë të tëra. Kruja i tregoi Libohovës për regjistrin sekret, për diferencat e mëdha mes premtimeve dhe pagesave, për poshtërimin që ai përjetonte çdo ditë te Jakomoni. Libohova e dëgjoi me vëmendje dhe kur Kruja mbaroi, ai tha diçka që Kruja nuk e kishte pritur: "Mustafa, unë e di gjithçka që ti po më thua. Unë e kam ditur që kur Italia hyri në Shqipëri. Por çfarë mund të bëjmë? Nëse ne flasim publikisht, Italia do të na arrestojë. Nëse ne protestojmë, Italia do të na zëvendësojë me njerëz edhe më të dobët. Nëse ne largohemi, Italia do të marrë gjithçka pa asnjë rezistencë. Prandaj, ne duhet të heshtim. Të paktën derisa të vijë një moment kur të mund të flasim pa u vrarë." Kruja e shikoi me një shprehje të përzier habie dhe zhgënjimi. Ai tha, "Por nëse ne heshtim, populli do të mendojë se ne jemi bashkëfajtor. Ai do të mendojë se ne po vjedhim. Ai do të na urrejë." Libohova u përgjigj me një zë të lodhur, "Ai tashmë na urren. Por të paktën ne jemi gjallë. Dhe ndoshta, një ditë, kur kjo luftë të mbarojë, ne do të mund t'i tregojmë të vërtetën. Por jo tani. Jo kur Italia ka gjithë pushtetin." Kjo ishte logjika e heshtjes, të mbijetosh sot, edhe nëse kjo do të thotë të tradhtosh të vërtetën. Të presësh një ditë më të mirë, edhe nëse ajo ditë mund të mos vijë kurrë. Por jo të gjithë zgjodhen heshtjen. Kishte njerëz që guxuan të flasin, edhe pse e dinin se do të paguanin çmimin. Një prej tyre ishte Bahri Omari, një gazetar i ri nga Korça që punonte për gazetën Tomori. Në mars të 1942, Omari botoi një artikull me titull "Ku shkojnë paratë e Shqipërisë?" Në atë artikull, ai shkruante: "Qeveria na thotë se nuk ka para për të blerë bukë. Por ushtria italiane ka para për të ndërtuar rrugë që shërbejnë vetëm për tanket e tyre. Qeveria na thotë se nuk ka para për të paguar mësuesit. Por tregtarët italian kanë para për të blerë gjithçka që prodhojmë dhe ta shesin me fitim në Itali. Ku shkojnë paratë e Shqipërisë? Kush i merr ato para? Dhe pse askush nuk po jep llogari?" Artikulli u botua në mëngjesin e një të mërkure. Në mbrëmje, Bahri Omari u arrestua nga karabinierët italian. Ai u akuzua për propagandë anti-italiane dhe u dënua me 5 vjet burg. Ai u dërgua në burgun e Vlorës, ku u mbajt në një qelë të errët dhe të lagësht. Ai u torturua. Ai u ushqye me bukë të mykur dhe ujë të ndotur. Ai u sëmur me tuberkulozë. Dhe në dhjetor të 1942, ai vdiq në atë qelë, në moshën 28 vjeç. Kur lajmi i vdekjes së tij arriti në Tiranë, askush nuk protestoi. Askush nuk shkroi për të. Askush nuk kërkoi drejtësi. Sepse të gjithë e dinin se nëse flisnin, ata do të ndiqnin të njëjtin fat. Kjo ishte çmimi i të vërtetës, vdekja në heshtje. Dhe ndërkohë që Bahri Omari vdiste në burg, njerëzit që e kishin vjedhur Shqipërinë jetonin në luks. Francesco Jacomoni jetonte në një vilë madhështore në qendër të Tiranës, me kopshte të mëdha dhe shërbëtorë shqiptar që paguen me paratë e vjedhura nga buxheti shqiptar. Ai organizonte festa të mëdha ku ftonte oficerët italian dhe tregtarët e pasur. Ai pinte verë të importuar nga Toskana. Ai hante mish çdo ditë ndërkohë që shqiptarët hanin bukë të thatë një herë në ditë. Ai jetonte si një mbret në një vend që ai e kishte kthyer në koloni. Dhe çdo mbrëmje, kur ai ulej në tavolinë për të darkuar, ai nuk mendonte për fëmijët shqiptar që vdisnin urije. Ai nuk mendonte për mësuesit që mbeteshin pa rroga.
Ai nuk mendonte për njerëzit që vdisnin nga malaria sepse ai kishte refuzuar t'u jepte ilaçe. Ai mendonte vetëm për veten e tij. Sepse për njerëz si Jakomoni, të tjerët nuk ishin njerëz. Ata ishin vetëm numra. Numra që mund të fshiheshin, të manipuloheshin, të harrohen. Dhe kjo ishte tmerri më i madh i kolonizimit, jo vetëm vjedhja e parave, por vjedhja e njerëzimit. Kthimi i njerëzve në objekte. Kthimi i një populli në një statistikë. Por edhe në atë errësirë kishte momente kur e vërteta dilte në dritë për një çast të shkurtër. Një nga ato momente ndodhi në nëntor të 1942, kur një grup fshatarësh nga Malësia e Madhe shkuan në Tiranë për të protestuar. Ata kishin humbur gjithçka, shtëpitë e tyre ishin djegur nga ushtria italiane gjatë një operacioni kundër partizanëve, bagëtitë e tyre ishin vrarë, të korrat e tyre ishin shkatëruar. Ata erdhën në Tiranë duke kërkuar dëmshpërblim. Ata shkuan te kryeministria. Ata shkuan te MKMBS-ia. Ata shkuan kudo ku mendonin se mund të gjenim drejtësi. Por askush nuk i dëgjoi. Askush nuk u dha asgjë. Dhe kur ata refuzuan të largoheshin, karabinierët i rahën dhe i dërguan mbrapsht në fshatrat e tyre. Një nga ata fshatar, një plak me mjekër të bardhë dhe sy plot lot, thiri me zë të lartë para se të arrestohej. Ku janë paratë që Italia premtoi? Ku janë paratë që supozoi të na ndihmonin? Ku janë paratë e Shqipërisë? Askush nuk ju përgjigj. Sepse askush nuk kishte guxim të thoshte të vërtetën, paratë nuk ishin kurrë atje. Ato ishin vetëm një gënjeshtër. Një iluzion. Një mjet për të mbajtur popullin të qetë ndërkohë që Italia e vidhte gjithçka. Dhe kështu, muaj pas muaji, vit pas viti, Shqipëria u vodh në heshtje. Jo me armë, por me shifra. Jo me dhunë, por me gënjeshtra. Jo me zhurmë, por me heshtje. Dhe kur Italia më në fund u largua nga Shqipëria në shtator të 1943, ajo la pas një vend të shkatëruar. Një vend pa para, pa ushqime, pa ilaçe, pa shpresë. Një vend ku njerëzit kishin mësuar të mos besonin askën. Një vend ku e vërteta ishte fshehur aq thellë sa edhe ata që e dinin nuk guxonin ta thonin. Dhe kur erdhi koha për të shkruar historinë e asaj periudhe, shumë nga ata që dinin të vërtetën ishin vdekur. Të tjerët kishin zgjedhur të heshnin. Dhe kështu, e vërteta u varros në shtresa të trasha gënjeshtrash, propagande dhe harrese. Por e vërteta nuk vdes kurrë. Ajo vetëm pret të zbulohet. Dhe tani, për herë të parë, ajo po del në dritë. Në dhjetor të 1942, Mustafa Kruja shkroi një letër të fundit drejtuar atë Paulin Margjokaj. Në atë letër, ai shkruante: Paulin, unë e di se unë kam dështuar. Unë e di se historia do të më gjykojë si një tradhtar. Por unë dua që ti të dish të vërtetën. Unë nuk tradhtova Shqipërinë. Unë u tradhtova nga ata që premtuan se do të më ndihmonin. Unë hyra në këtë post duke besuar se mund të ndërtoja diçka të mirë. Unë dola duke kuptuar se unë isha vetëm një vegël në duart e të tjerëve. Unë nuk kisha asnjë lek në dorë. Unë nuk kisha asnjë pushtet. Unë isha vetëm një emër në një derë. Dhe tani, kur shoh mbrapsht, unë shoh vetëm rënoja. Shkolla që mbyllen. Njerëz që vdiqen. Shpresa që u shuan. Dhe unë e di se unë kam një pjesë të fajit. Sepse unë pranova të luaj atë rol. Unë pranova të jem fytyra e një sistemi që po vidhte popullin tim. Dhe për këtë, unë nuk do të mund të fal veten kurrë. Kjo letër nuk u botua kurrë. Ajo mbeti në arkivat private të atë Paulinit deri në vdekjen e tij në vitin 1978. Por ajo tregon diçka të rëndësishme. Mustafa Kruja e dinte se ai kishte qenë një viktim, por ai e dinte gjithashtu se ai kishte qenë një bashkëfajtor. Ai e dinte se heshtja e tij kishte lejuar vjedhjen të vazhdonte. Ai e dinte se çdo ditë që ai qëndroi në atë post, ai dha legjitimitet një sistemi që po shkatëronte Shqipërinë. Dhe ai e dinte se për këtë, ai do të mbante fajin për gjithmonë. Por ai ishte ai i vetmi fajtor. Ai ishte ai i vetmi që duhej të gjykohej. Çfarë për Ekrem Libohovën që zgjodhi heshtjen? Çfarë për ministrin e financave që mbajti regjistrin sekret por nuk e publikoi kurrë? Çfarë për atë Paulinin që shkroi memorandume por nuk guxoi të fliste publikisht? Çfarë për të gjithë ata që dinin të vërtetën por zgjodhen të mos flasin? A ishin ata viktima apo bashkëfajtor?
A ishin ata njerëz të dobët që u dorëzuan, apo njerëz të mençur që mbijetuan? Këto janë pyetjet që nuk kanë përgjigje të lehta. Sepse historia nuk është kurrë e bardhë e zi. Ajo është gri. Dhe në atë gri, ne gjejmë njerëz që bën zgjedhje të vështira në rrethana të pamundura. Ne gjejmë njerëz që luftuan sa mundën, por që u mundën nga forca shumë më të mëdha se ata. Ne gjejmë njerëz që shpresonin për të mirën, por që përfunduan duke bërë të keqen. Dhe ne gjejmë njerëz që dinin të vërtetën, por që zgjodhen të mos e thonin, sepse e vërteta do t'i kishte vrarë. Kur lufta mbaroi në vitin 1945, Shqipëria u gjet në një gjendje shkatërrimi total. Ekonomia ishte kolapsuar. Infrastruktura ishte shkatëruar. Populli ishte i uritur, i sëmur, i dëshpëruar. Dhe ata që kishin qeverisur gjatë pushtimit italian u gjykuan si tradhtar. Mustafa Kruja u dënua me vdekje në mungesë nga gjykata komuniste. Ai iku në Itali, ku jetoi në mërgim deri në vdekjen e tij në vitin 1964. Ai vdiq i varfër, i harruar, i urryer nga populli që ai kishte dashur. Ekrem Libohova u arrestua dhe u burgos. Ai vdiq në burg në vitin 1948. Ministri i Financave u ekzekutua në vitin 1946. Atë Paulin Margjokaj u dëbua nga Shqipëria dhe vdiq në Itali në vitin 1978. Të gjithë ata që kishin qenë pjesë e qeverisë së Krujës u gjykuan si bashkëpunëtor të fashizmit. Asnjë prej tyre nuk pati mundësi të tregonte të vërtetën. Asnjë prej tyre nuk pati mundësi të shpjegonte se çfarë kishte ndodhur vërtet. Sepse regjimi i ri nuk donte të dëgjonte shpjegime. Ai donte vetëm fajtor. Por çfarë ndodhi me ata që përfituan nga vjedhja? Çfarë ndodhi me Maliq Bushatin dhe tregtarët e tjerë që u pasuruan duke bashkëpunuar me italianën? Disa prej tyre u ekzekutuan. Të tjerët ju konfiskua pasuria. Por shumë prej tyre arritën të iknin me pasurinë e tyre në Itali, në Greqi, në Turqi. Ata jetuan jetë të rehatshme në mërgim, ndërkohë që Shqipëria vuante. Ata nuk u gjykuan kurrë për atë që kishin bërë. Ata nuk paguan kurrë për paratë që kishin vjedhur. Ata thjesht u zhdukën, duke lënë pas vetëm rënoja. Dhe Francesco Iacomoni. Ai u kthye në Itali dhe jetoi një jetë të qetë. Ai shkroi kujtimet e tij, ku ai e portretizoi veten si një diplomat të ndershëm që kishte përpjekur të ndihmonte Shqipërinë. Ai nuk përmendi kurrë vjedhjen. Ai nuk përmendi kurrë gënjeshtrat. Ai nuk përmendi kurrë vuajtjen që ai kishte shkaktuar. Ai thjesht shkroi një version të bukur të historisë, një version ku ai ishte heroi dhe shqiptarët ishin të paqëndrueshëm që nuk e vlerësonin ndihmën e tij. Dhe shumë njerëz e besuan atë version. Sepse historia shkruhet nga fituesit. Dhe në atë luftë, Italia kishte fituar gjithçka që donte, ajo kishte vjedhur Shqipërinë dhe pastaj kishte shkruar historinë e saj. Por e vërteta nuk mund të fshihet përgjithmonë. Në vitin 1995, kur kutia metalike u hap më në fund, shifrat që dolën prej saj treguan një histori krejtësisht të ndryshme nga ajo që Italia kishte shkruar. Ato shifra treguan se Italia nuk kishte dhënë Shqipërisë as gjysmën e asaj që kishte premtuar. Ato shifra treguan se diferenca mes premtimeve dhe pagesave arrinte në 10 miliona lekë. Ato shifra treguan se Shqipëria nuk ishte ndihmuar nga Italia, por ishte vjedhur nga Italia. Dhe kur ato shifra u publikuan, shumë njerëz filluan të kuptojnë se Mustafa Kruja nuk kishte qenë thjesht një tradhtar. Ai kishte qenë një viktim. Një viktim e një sistemi që e kishte përdorur dhe e kishte hedhur. Një viktim e një gënjeshtre që kishte filluar shumë para se ai të hynte në skenë. Një viktim e një tradhtie që kishte qenë aq e madhe sa edhe ai nuk e kishte kuptuar plotësisht. Por pyetja që mbetet edhe sot është, kush ishte vërtet përgjegjës? Kush duhej të gjykohej? Mustafa Kruja, që pranoi të luante rolin e kukullës. Ekrem Libohova, që zgjodhi heshtjen. Ministri i Financave, që mbajti regjistrin sekret por nuk e publikoi. Atë Paulini, që shkroi memorandume por nuk guxoi të fliste. Apo Italia, që ndërtoi të gjithë atë sistem të vjedhjes. Apo ndoshta të gjithë ata ishin fajtor, secili në mënyrën e vet. Ndoshta e vërteta është se në një sistem të korruptuar, askush nuk mund të mbetet i pastër. Askush nuk mund të luajë rolin e heroit. Sepse sistemi të detyron të zgjedhësh, ose të bëhesh bashkëfajtor, ose të vdesësh.
Dhe shumica zgjedhin të mbijetojnë. Edhe nëse kjo do të thotë të tradhtojnë atë që besojnë. Dhe kështu, historia e Mustafa Krujës mbetet një histori e hapur. Një histori pa përfundim të qartë. Një histori ku çdo përgjigje ngre një pyetje të re. Një histori ku e vërteta është aq e ndërlikuar sa askush nuk mund ta thotë me siguri se çfarë ishte e drejtë dhe çfarë ishte e gabuar. Por ndoshta kjo është pikërisht mësimi i kësaj historie, se jeta nuk është kurrë e thjeshtë. Se zgjedhjet nuk janë kurrë të lehta. Se historia nuk është kurrë e bardhë e zi. Dhe se ndonjëherë edhe njerëzit më të mirë bëjnë gjëra të këqija, jo sepse janë të këqij, por sepse janë njerëz. Njerëz që gabojnë. Njerëz që friksohen. Njerëz që shpresonin për më të mirën, por që përfunduan duke jetuar me më të keqen. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është e vetmja e vërtetë që mund të themi me siguri, se Mustafa Kruja ishte një njeri. Jo një hero. Jo një tradhtar. Vetëm një njeri që u përpoq të bënte atë që mendonte se ishte e drejtë, në një botë ku e drejta nuk ekzistonte më. Por pyetja që na ndjek edhe sot është, kush kontrollonte vërtet buxhetin shqiptar kur Kruja ishte kryeministër? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e tmerrshme, askush shqiptar. Parat kontrolloheshin nga Roma. Vendimeve merreshin nga Jakomoni. Shpenzimet miratoheshin nga oficerët italian. Dhe kryeministri shqiptar ishte vetëm një lypës që priste në korridore për të marrë copat që binin nga tavolina e zotërinjve të tij. Kjo ishte e vërteta. Kjo ishte realiteti. Kjo ishte tragjedia e Shqipërisë së viteve 1940. Një shtet pa para. Një qeveri pa pushtet. Një popull pa shpresë. Dhe një kryeministër që nuk kishte asgjë përveç një titulli bosh dhe një zemre të thyrë. A mund të kishte qenë ndryshe? A mund të kishte luftuar më fort? A mund të kishte thënë të vërtetën? Këto janë pyetjet që do të mbeten përgjithmonë pa përgjigje. Sepse historia nuk na jep mundësinë të kthehemi mbrapsht dhe të ndryshojmë atë që ndodhi. Ajo na jep vetëm mundësinë të mësojmë nga e kaluara. Të kuptojmë se çfarë shkoi keq. Të shohim se si një popull mund të vidhet pa e kuptuar. Të shohim se si një qeveri mund të kontrollohej nga të tjerët pa e ditur. Të shohim se si e vërteta mund të fshihet për dekada, por që në fund ajo gjithmonë del në dritë. Edhe nëse ajo dritë vjen shumë vonë. Edhe nëse ajo dritë nuk ndryshon asgjë. Sepse e vërteta nuk ka për qëllim të ndryshojë të kaluarën. Ajo ka për qëllim të na ndihmojë të kuptojmë të tashmen. Dhe të na paralajmërojë për të ardhmen. Sepse historia përsëritet. Gjithmonë. Dhe nëse ne nuk mësojmë nga gabimet e së kaluarës, ne jemi të dënuar t'i përsërisim ato. Përsëri dhe përsëri. Derisa të mësojmë. Ose derisa të mos mbetet më asgjë për të mësuar.